Pse është vezvesja shumë problem? Pse është rrezik i madh? Pse 3 emrat Allahu xhallahu ala, një sure e tërë që me të mbyllet Kurani, me të, domethënë, po mbyllet komplet shpallja me një problem që është vezvese. Në 4 sherret në surën Falak ka mundësi dikush preket e dikush spreket. Është vërtet? Për shembull, min sharri ghasiqin idha waqab. Nota kur bjen, a këtë njerëz preken për jo. Ti bjen flan qor sa pas prej kurrë. Ama ka mundësi me të rrugë diçka keqe. Në jo çdo njeri për shembull e pson natën, jo. Ose për shembull, min sharri hasidin idha hasad. Jo çdo njeri për shembull mundet më prej nga syni hasedjiut. Është i mbrojtën, dikush është i bëm zili, po s'do që e dëmton zilia dikujna. Ndërsa a ka njëri që s'preken nga vezveset? S'ka. Nuk ka njëri që s'prek vezveset. Nuk ka, absolutisht. Çdo kush preken nga vezveset. Prandaj rreziku është se krejtimi të prekun. Pastaj menaxhimi, reagimi, ndikimi është kapitull tjetër. Ama të gjithë jemi objekt i goditjes nga vezveset. Të gjithë ju përshpërit shejtani në mënyrën qysh e ka përmend Allahu te barekuta. S'ka një që nuk i përshpërit. Absolutisht. 4 sherret e surës Falak janë të jashtme. Ghasiq nata jashtë, apo nefathat janë jashtë, hasid janë jashtë, këtë janë të jashtme. Nëse vujsas është çka e brendshme. Pse brendshme? Është përshpëritje e brendshme që pastaj krijohet mendim bitina. Mendim. Andaj problemet e brendshme janë më të rrezikshme se të jashtmet. Nëse njëri për shembull mbrana është i fortifikuar, ka dije, ka bindje, ka devotshmëri, rreziqet e përjashtme pastaj janë veç shtim të sevapit, jo diçka më shumë. Ama kur jemi poshtë në mbrana, strym punë fitore jashtme. Andaj gjithçka mbrana, nëse mbrana je fitues, nëse mbrana je ngadhnjyes, s'ka rrezik të jashtëm që të rrezikon. Nëse mbrana ka siguri, nëse mbrana ka pushtet të imanit, nuk ka rrezik nga jashtë, nuk ka rrezik. Nga rreziku i natës, çka mund të më prek? Pasuria, apo shëndeti, jeta, mund të prek këtu. Nga vezvese çka preket? Veç një. Dini, besimi në Allah te bartën. Nuk ka vezvese për shembull që vezvese kur të bën për shembull dikush i bën kanceri. S'ka kështu. Për vezvese nuk bën kanceri. As nuk bie flakt. Jo, për vezvese të diçka prishit apo. Pastaj si pasojë problemet mbrëmshme ka mundsi gjithçka me do njerit. S'po flasim pastaj në implikime psikologjike. Ato tjerat ato mund të kenë pastaj pafund Allah na ruaj. Po në esencë me vezvese shejtani çka don? Çka don? Çat ndërtimin me Rabbin nas, me likinas, ilana çata do merzuar. Çat Kur'an që ti e duke lexuar, që tan kohën ke tentuar me ndërtu bindje në raport me atë që Allahu xhallahu ka shpall, ai tenton tash me kontestu këtë bindje me çka? Me vezvese. Andaj për shkak se e prek më të shtrajtën dhe më të shanjtën dhe më të rëndësishmën, është më e rrezikshme.